Vitin e kaluar për shkak të zhvillimit politike nuk ka pasur ndonjë zhvillim pozitiv në aspekt të buxhetit, e as numrit të stafit, sepse pa të mbetur që me rishikim të buxhetit të rishikohen kërkesat dhe nevojat e agjencisë. Rishikimi i buxhetit nuk ndodhi fare për shkak të zhvillimit që e dim. Në shembull këtë vit për shkak të shpejtësisë në aprovimin të buxhetit nuk janë akomoduar kërkesat e agjencisë dhe ka mbetur po ashtu që kërkesat e agjencisë eventualisht të trajtohen gjatë rishikimit të ndërmjetëm të buxhetit që do të duhet të kryej rreth muajit qershor. Do të ka nevojë edhe në aspektin kadrovik që të plotësohet agjencia, por ashtu ka nevojë në aspektin financiar, sepse edhe shuma apo buxheti për mall dhe shërbime që është tepër e rëndësishëm për ta ekzekutuar punën tonë, ende ka kërkesa të mëdha të cilat nuk janë akomoduar, ne tashmë nuk kemi të akomoduar as kërkesat tona për ngritje të teknike të kapaciteteve të stafit, për trajnime specifike dhe speciale të cilat ka nevojë stafi i agjencisë për t'i ndjekur. Të gjitha këto tashmë po tentojmë t'i mbulojmë disi përmes fondeve nga donatorë të caktuar, por siç që tjetë me donator ne nuk mundemi çdo herë ti saktësojmë sepse donatorët kanë kërkesa dhe mandatin e tyre për aspektin e trajnimeve dhe ne nuk mund të hartojmë 100% një modul trajnimi i cili do të kishte kënaqur nevojat e stafit të APK-s, duke filluar nga hetimet, do të avancimi i hetimeve administrative që ne zhvillojmë, po ashtu edhe mënyra e hartimit të raporteve tona, qofshin ato për institucione tjera të ndjekjes, po ashtu edhe për prokurorinë për sa i përket kallëzimeve penale, sepse tashmë kemi vërejtur që ka nevojë për avancim të këtyre dokumenteve, ka nevojë edhe për plotësim të mënyrës se si ne dokumentojmë shkeljet cilët ne kemi evidentuar gjatë punës tonë, sepse ndonjëherë ne jemi shumë të mirë për të evidentuar, por pastaj të dëshmimja dhe sigurimi i dëshmive që këto shkelje kanë ndodhur, nganjëherë çalojmë, kemi marrë kritikën nganjëherë nga prokuroria sepse nuk kemi arritur që t'i dëshmojmë gjitha këto shkelje që i kemi raportuar. Dhe ne si agjenci kemi vendosur që të punojmë që të përmirësohet edhe ky aspekt i punës tonë. Po ashtu ka edhe nevoja tjera bazike, të cilat duhet të adresohen, sepse edhe shpenzimet janë rritur, duke pas parasysh edhe rritjen e pagës minimale, secili shërbim që ka qenë i kontraktuar tashmë është shtrajtuar, shumica e rasteve është dyfishuar, ndërsa buxheti për mall dhe shërbime ka mbetur gati i njëjtë ndër vite dhe rritja nuk e akomodon as përqindjen e rritjes së çmimeve të shërbimeve bazike, e lëmë dyfishimin e pagave të shërbimeve të pastrimit apo të sigurisë, për të cilat janë shumë të nevojshme për agjencinë, sepse agjencia për shkak të specifike të punës ka nevojë të ketë sigurim fizik dhe secili që hyn në agjenci duhet të identifikohet dhe të shikohet nëse posedon ndonjë mjet të rrezikshëm për stafin e agjencisë. Po ashtu edhe siguria fizike e jashtme gjatë kohës kur nuk është ndonjë zyrtar brenda. Ne kemi të dhëna edhe personale, dhëna tjera që janë shumë të ndihshme, duke përfshirë të dhënat që nga i pari i shtetit, nga presidenti, pastaj kryeministri gjithë me radhë, dhe këto duhet të ruhen edhe fizikisht, jo vetëm në aspektin e IT-s. Kemi punuar paralelisht në të dy anët në vërtet. Kemi siguruar që server room-i apo vendi i serverëve ku janë gjitha dhënat e ndihshme të jetë në përputhje me standardet më të mira, të jetë në përputhje me ISO standardet në vërtet, edhe për sa i përket çast fizike, po ashtu edhe problemet që mund të jenë me zjarr apo me vërshime të tjera, është rregulluar si e tillë. Dhe gjitha këto e kanë një kosto. Kosto për këto shërbime është rritur në mënyrë, është dyfishuar në vërtet, përderisa te pjesa e buxhetit për mall dhe shërbime në 5 vitet e fundit rritja ndoshta është 10.000 euro ose 15.000 euro, që i bie në total ndonjë një rritje ndoshta 2-3%, shumica e këtyre shërbimeve që përmenda në fillim janë më shumë se dyfishuar.